protestën që po organizon Lëvizja Shqipëria Bëhet ka përplasje dhe tensione mes protestuesve dhe policisë. Shohim në këto pamje protestuesit që po përplasen me efektivët e policisë. Adriatik Lapaj është mes protestuesve që janë duke ushtyr me kordonin e forcave të rendit që kanë qenë të vendosur përpara kryeministrisë gjatë kësaj proteste. Disa nga protestuesit kanë tentuar të vendosin një çadër përpara kryeministrisë. Që t'i kapin pastaj. Se qa po bëjtë? Edhe për një protestojnë. Edhe për ty, edhe për ty. Qa i bëjnë foto? Që t'i drëmti? Që t'i rajti, arrestojnë? Deri në këtë momente protesta ka vijuar e qetë, ku kanë betur fjalën Adriatik Lapaj dhe disa prej mbështetësve të Lëvizjes Shqipëria Bëhet, edhe disa prej zyrtarëve të forcave politike, por ka qenë ky moment ku situata ka precipituar në dhunë mes protestuesve dhe efektivëve të policisë. Me sa duket shkak është bërë fotografimi i protestuesve nga policisë. Adriatik Lapaj u ka kërkuar protestuesit. Ka kërkuar të di arsyen sepse efektivët e policisë duke fotografuar protestuesit dhe në pas ka nisur edhe ky tension mes protestuesve dhe forcave policisë. Sai bun foto civil. Hadi ne şu sen mi kadın mı kim? Kadın mı ne mi ne mani? Sen mi ya çıkan orada? Osman civil. O komanda foto işte. Osman civil. Foto. Haydi bas. Bas. Haydi. Çuna. Haydi. Sepse ju, kuristi, uniformën e policisë, jeni prindër, jeni bashkëshortë të një gruaje, jeni bitë një nënë, jeni bitë një babaj. Mos preki protestuesit dhe joni çadrat që të drejtohen dhe të vendosen, pasi kjo çadër dëshiroj Shqipërinë nga idioteria. Çadra është liria, çadra është shpresa, kjo çadër do të mënoj fundin e duteve. Kjo çadër është vendosur me leje, ne kemi marrë leje çdo tip për protestuar, mos e prekni çadrën e qeveristarëve.